Një katastrofë mjedisore e përsëritur është kthyer në makthin më të madh të banorëve të Frakullës së Madhe në Fier. Rreth 20 familje të komunitetit të rom të angazhuara në mbledhjen dhe përpunimin e mbetjeve urbane për riciklim, pasi grumbullojnë kryesisht plastikën dhe metalet për t'i shitur, pjesën e mbetur të mbetjeve e grumbullojnë në anë të rrugës duke u vënë flakën. Rreth e dendura të tymit janë kthyer në shqetësimin më të madh të banorëve të zonës, të cilët në kulmin e indignatas pohojnë se tymi i dendur që përhapet në gjithë zonën po u krijon probleme shëndetësore. Jemi ankuar shpesh ton ata, po situata avion të mbetet e pandryshuar. Ky shtet ne na ka dënuar me vdekje. Se gjithaj tym, gjithaj pislek jash aty me fjalë digjet e neve kemi një gjak të bësh analizet për kësaj lagjes tonë me fjalë janë të tërë me karbon gjak. Nuk pas ka shteti për 500 km të Berisap, këtu një kamer, po paguaj jam pensionist, po bëj një kamer të lidhe me policinë dhe çia tark hef me turina. Të lidhe direkt me policinë me mua me fjalë, ti veri job. Sa fletësuesh, sa s'ka ku të vime. Ku do vime? Ku do vimi të hankojmi? Ti qoj shteti, moj ti qojnë majtë malit, sa ti e duon ata. Duon majtë malit, ti hedhin veturinat në meshdën. Jo këtu me na usëmurën fëmijit, moj kemi në për spitale. Ja, moj që këtu, i ka fëmijit sëmurë, moj. Ku do vimi të hankojmi? Këte bërës, a i me Armando e bërë këte me pagun, a i gjithë uve flakën. Masa kanë marrë ato, jo s'kanë marrë, kanë ardhur e kanë pastruar, po duhet marrë masa të realitet që ata t'i qojnë mbetet në i vend tjetër, ajo lagje që është atje, t'u gjejnë vendin dhe mos të digjen. Mos t'i digjen se ata sa ikin ata të zerë fikse s'u vend zerë prapë. Rreth e zeza të tymit sjellin vështirësi edhe në kalimin e automjeteve. Fëmijët e vegjël të komunitetit rom drejtojnë automjete dhe motorra duke lëvizur me shpejtësi, thon banorët, dhe çdo ditë jetojnë me frikën e ndonjë tragjedie. Shteti të marrë masa ose të kalojmë në vetgjyqësi, thon ata. Tërë fshati është i detyruar të kalojë që këtej nga autostrada për t'i Fier. Nuk prejo rrugë, nuk shkon me autobusi, vetëm nga kjo punë, se s'kalohet. Këtu fëmijët me makina, me motor, do bet kasapan, po i bëjmë thirrje nëpërmjet televizionit tuaj. Shteti 5 vjeç ai me makinë. Do bëjmë vetgjyqësi, po na vrau një fëmijë. Si u ndodhi ajo masakra me benzinë do t'i vrasim, do t'i djegim fare. Si bërja masakra në Durrës, ne do bëjmë vetgjyqësi. Ju lutemi shumë. Këtu ka pleq. Ne kemi shtëpi në rrugë, do vite gjithon. Do vetë këtë tokë do punoj. Fëmijët me makina, pa dokumenta, me motorra. Më fali, jemi shumë të shqetësuar. Ku do vemi me përjashtim të juve inë shpresa e vetme jone, vetëm gazetarët dhe televizion janë shpresa jone vetme që neve kërkojmë zgjidhje. Përballë kësaj situate alarmante, banorët e Frakullës së Madhe kanë apeluar një zëri për ndërhyrje urgjente nga institucionet, por dhe masa ndëshkuese për çdo rast të ndotjes së ambientit, si dhe largimin e menjëhershëm të kësaj pike grumbullimi nga zona.